Ajo që fillon këtë javë mund të ndryshojë gjithë verën për këto shenja. Ka periudha që kalojnë pa lënë gjurmë. Dhe ka periudha që bëhen pika e ndarjes mes para dhe pas. Ajo që po afrohet për këto shenja nuk është thjesht një javë e mirë, një lajm i bukur apo një rastësi e zakonshme. Është fillimi i një zinxhiri ngjarjesh që mund të ndikojë në gjithë verën. Një takim që ndryshon drejtimin e një historie. Një mundësi që hap një derë më të madhe. Një vendim që sjell pasoja pozitive për muaj të tërë. Shumë njerëz do ta kuptojnë rëndësinë e këtyre ditëve vetëm më vonë. Por 4 shenjat e kësaj videoje kanë mundësinë ta dallojnë që tani. Dhe shenja e fundit mban energjinë më të fortë nga të gjitha. Peshorja. Ndonjëherë ndryshimet më të mëdha fillojnë në momentin kur ndalon së përpjekuri të mbash gjithçka në ekuilibër. Pikërisht kjo energji duket se po të shoqëron. Një situatë që ka qëndruar pezull mund të fillojë të lëvizë dhe të detyrojë të zgjedhësh mes asaj që të jep qetësi dhe asaj që të merr energji. Në punë mund të kuptosh se një mundësi që e kishe nënvlerësuar ka më shumë potencial se sa kishe menduar. Në financa, një vendim i marrë tani mund të ndikojë pozitivisht në javët që vijnë. Në marrëdhënie, dikush mund të tregojë qartë vendin që zën në jetën tënde. Mos kërko më shenja të pafundme përpara se të veprosh. Kjo periudhë favorizon ata që zgjedhin me vendosmëri. Nëse arrin të lësh pas atë që nuk funksionon më, mund të hysh në një fazë shumë më të qartë dhe më të lehtë. Ujori. Shumica e njerëzve e shohin të ardhmen vetëm kur ajo bëhet e dukshme. Ti mund ta ndjesh përpara se të ndodhë. Kjo javë mund të të jap pikërisht atë lloj sinjali që të tregon se një kapitull i ri po afrohet. Një ide, një kontakt ose një rastësi e vogël mund të bëhet shkëndija që ndes diçka shumë më të madhe. Në punë mund të shfaqet një drejtim që të lejon të përdorësh talentet e tua në mënyrë më të lirë. Në financa, një mundësi jo tradicionale mund të rezultojë më fitimpruese nga sa duket. Në marrëdhënie, mund të kuptosh se dikush po të shen ndryshe nga sa kishe menduar. Mos u përpiq të përshtatesh me pritshmëritë e të tjerëve. Kjo është periudha ku fiton pikërisht sepse je ndryshe. Nëse i beson vizionit tënd, vera mund të marrë një drejtim krejt tjetër. Luani. Ka momente kur jeta vendos një projektor mbi ty dhe pret të shohë çfarë do të bësh. Për ty, kjo duket si një nga ato periudha. Vëmendja, ndikimi dhe aftësia për të marrë iniciativë mund të bëhen armët e tua më të forta. Në punë, një zhvillim mund të të japë mundësinë të tregosh vlerën tënde para njerëzve të duhur. Në financa, mund të shfaqet një rast që të lejon të mendosh më ambiciozisht për muajt e ardhshëm. Në marrëdhënie, një person mund të bëjë një hap që ndryshon krejt dinamikën mes jush. Mos e humb kohën duke pritur miratimin e të tjerëve. Kjo periudhë shpërblen ata që besojnë tek vetja dhe lëvizin kur shfaqet mundësia. Nëse arrin të veprosh me guxim, mund të hysh në një verë që sjell shumë më tepër se sa prisje. Shigjetari. Për ty, kjo nuk duket si një javë e zakonshme. Duket si fillimi i një historie që do të vazhdojë gjatë gjithë verës. Një mundësi që ka qenë larg mund të afrohet me shpejtësi. Një përgjigje që ke pritur mund të mbërrijë më në fund. Një derë që duke e mbyllur mund të hapet në momentin më të papritur. Në punë mund të shfaqet një zhvillim që ndryshon mënyrën si e sheh pjesën tjetër të vitit. Në financa mund të lindë një rast që të jep më shumë liri dhe perspektivë. Në jetën personale, një person ose një ngjarje mund të ndikojë shumë më tepër nga sa e imagjinon sot. Gjëja më e rëndësishme është të mos qëndrosh në vend. Universi po të jep sinjale për lëvizje, zgjerim dhe guxim. Sa më shumë të besosh tek ajo që po hapet përpara teje, aq më shumë do të kuptosh se kjo nuk është thjesht një javë e mirë. Kjo mund të jetë pika ku fillon periudha më e fortë e gjithë verës për ty. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like.
Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën Vera nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.